Ka tema që askush nuk guxon të flasë dhe seksualiteti në moshën e tretë është një prej tyre. Ata e mbajnë të heshtur, e fshehin, e trajtojnë si diçka turpëruese, sikur dëshira, pasioni dhe trupi nuk kanë më të drejtë të ekzistojnë pas një moshe të caktuar. Por çfarë nëse ju them se heqja dorë nga marrëdhëniet seksuale nuk ndikon vetëm në trup, por edhe në shpirt? Çfarë ndodh nëse nuk keni më marrëdhënie seksuale në moshën e tretë? A shuheni brenda? Apo liroheni? Seksualiteti në moshën e tretë nuk është një temë banale, por një temë jetike. Nuk bëhet fjalë vetëm për seks, por për dëshirën, për prekje njerëzore, për lidhje dhe për kuptimin e jetës. Nëse ndonjëherë keni ndjerë se jeni të padukshëm, nëse keni pyetur nëse jeni ende të dëshiruar ose nëse thjesht dëshironi të kuptoni më mirë këtë fazë të thellë të jetës, atëherë kjo temë është për ju. Mosha e tretë nuk është një ndëshkim, por një fazë e zbulesës. Shumë e friksojnë atë sepse besojnë se thelbi i jetës dëshira, energjia, pasioni po zbehet. Por mësimet e mençura të lashta dhe mendimtarët modern bien dakord për një pikë: seksualiteti në moshën e tretë nuk është vetëm një akt fizik, por një pasqyrë e shpirtit, një shprehje e vitalitetit, lidhjes dhe kuptimit. Për mijëra vjet, njerëzit e mençur kanë ditur atë që shkenca po e konfirmon ngadalë: energjia seksuale nuk është thjesht një forcë nxitse e trupit, por një shprehje e energjisë së jetës vetë. Në traditat lindore si taoizmi ose tantra, kjo energji, e quajtur chi ose kundalini, është konsideruar si një rrjedhë që kalon nëpër të gjithë trupin, duke ushqyer jo vetëm dëshirën, por edhe shëndetin, qartësinë mendore dhe qëndrueshmërinë shpirtërore. Për të, plakja nuk do të thoshte humbjen e kësaj energjie, por drejt për drejtimin e saj më me vetdije dhe mençuri. Sigmund Freud e quajti këtë forcë libido, qendra e gjithë ekzistencës sonë psikike. Për të, ajo nuk ishte vetëm dëshira seksuale, por gjithashtu dashuria, krijimtaria, vullneti dhe dëshira për të jetuar. Dhe këtu qëndron një e vërtet e pakëndshme: kur seksualiteti shuhet, vullneti për të jetuar, për të kërkuar, për të krijuar shpesh ndalon gjithashtu. Në një shoqëri që nuk e sheh më moshën e tretë si të dëshirueshme, lind një rrezik i heshtur. Njeriu fillon të shohë veten si të pafuqishëm, pa shkëndi, pa magnetizëm, jo për shkak të moshës, por sepse ka harruar se dëshira është pa kohë. Kur ndaloni së lejuari seksualitetin, butësinë ose madje fantazinë, shpesh humbni gëzimin e jetës, shkëndijën e brendshme që e bën ekzistencën të gjallë. Nuk bëhet fjalë për të jetuar obsesivisht me seksin ose për të ndjekur iluzionet rinore, por për të njohur fuqinë e emocioneve që na lëvizin brenda. Mospasja e seksit nuk vret por të ftohë, dhe ajo që ftohet, ngurtësohet, thyet, vdes brenda. Një person pa prekje, pa dëshirë, pa lidhje, alienohet jo vetëm nga tjetri, por edhe nga vetja. Kur zjarri i brendshëm shuhet, e vetmja gjë që mbetet është mbijetesë. Por ne nuk lindim vetëm për të mbijetuar, por për të vibrar, për të shkëlqyer. Ka një ndryshim të madh midis të pasurit një trup dhe të banuarit vërtet në të. Shumë njerëz ndalojnë së ndjeri si në shtëpi kur plaken. Rrudhat, plagët, ndryshimet hormonale, të gjitha këto bëjnë që disa, sidomos gra, të ndihen të alienuar nga trupat e tyre. Ata fillojnë të fshihen, të mos e shikojnë më veten të zhveshur, të besojnë se trupat e tyre nuk janë më të vlefshëm për t'u prekur ose dëshiruar. Kjo alienim është e rrezikshme. Një trup pa butësi, pa lëvizje, pa afërsi bëhet diçka që mund të përballohet vetëm dhe kjo ka një efekt. Trupi ka nevojë për prekje, ngrohtësi dhe prani, jo vetëm për shëndetin fizik, por gjithashtu për të mbetur i lidhur me shpirtin. Studimet tregojnë se kontakti fizik aktivizon rajonet të trurit të lidhura me besimin, mirëqenien dhe vetvlerësimin. Një prekje e thjeshtë, dashamirëse, një përqafim i gjatë mund të reduktojë stresin, të forcojë sistemin imunitar dhe të promovojë një ndjenjë përkatësie. Por çfarë ndodh nëse ky kontakt zhduket për vite? Trupi ndjen se është i braktisur dhe me të shpirtin. Disa të moshuar nuk vdesin nga sëmundje fizike, por nga diçka e padukshme,
nga vetmia taktile, ftoja emocionale, mungesa e gjatë të një shikimi dashamirës ose një prekje të butë pa ngut, pa kërkesa vetëm nga afërsia dhe njerëzishmëria. Kur trupi nuk preket më, ai bie në heshtje. Dhe në këtë heshtje, shpirti gjithashtu fillon të zbehet. Gëzimi humbet, ndjenja e identitetit, lidhja e thellë me njeriun. Banuar në trupin e vet në moshën e tretë nuk do të thotë të kesh të njëjtën energji si në rinisi, por të mbetesh në kontakt me të, ta ndjesh si një hapësirë të shenjtë. Do të thotë të njohësh se trupi edhe nëse koha ka lënë shenjat e saj është ende i denjë për të përjetuar butësi, kënaqësi dhe prani. Mos e lër trupin tënd, sepse ai nuk të ka lënë kurrë ty. Ai ka qenë shoqëruesi yt, shtëpia jote, mjeti yt dhe meriton dashuri deri në frymën e tij të fundit. Me zhdukjen e identitetit erotik, ndjenja e ekzistencës gjithashtu zhduket. Nga një pikpamje ekzistenciale, seksualiteti nuk është vetëm një funksion biologjik ose një dëshirë kalimtare, është një gjuhë e shpirtit, një besim i heshtur. Unë jetoj, unë jam aty, unë vibrar. Në adoleshencë, kjo gjuhë është e zëshme, trupi flet, thërret, kërkon. Në moshën e tretë, megjithatë, ajo bëhet një përshpëritje, një melodi e butë, intime më e qetë, por jo më pak e fuqishme. Problemi është se shumë ndalojnë së dëgjuari. Identiteti erotik do të thotë jo vetëm aktivitet seksual, por ndjenja e brendshme e të qenit një qenie dëshirueshëm dhe e dëshiruar duke e ditur se jetoni në shikimin e tjetrit, se jeni në gjendje të shkaktoni një buzëqeshje, një prekje, një dridhje. Është një mënyrë për të njohur veten në botë. Njerëzit nuk duan vetëm të jenë të dobishëm, ata duan të ndihen. Kur seksualiteti zhduket jo nga një vendim të vetëdijshëm, por nga harresa, turpi ose presioni shoqëror, humbet një dimension thelbësor i vetes. Shumë njerëz ndalojnë së shikuari veten në pasqyrë me dëshirë në moshën e tretë. Ata nuk vishen më për gëzim, nuk preken më me dashuri, nuk luajnë më me jetën. Ata fillojnë të shohin trupat e tyre si një funksion të thjeshtë, jo si një hapësirë të gjallë, të shenjtë. Me kalimin e kohës, lojtari, joshësi, i buti zhduket erotika shpërbëhet. Mashkulli, femra, androgjeni, sensuali, ata dalin si një qiri në një dhomë të mbyllur që i ka mbaruar ajri. Erotika nuk zhduket nga trupi, por nga shpirti kur e heq dorë prej saj. Sepse nuk bëhet fjalë vetëm për seks, bëhet fjalë për energji, magnetizëm, për një mënyrë të qenurin në botë me pasion në zërin tuaj, me gëzim në gjoksin tuaj, me dritë në qëndrimin tuaj. Një grua 80 vjeçare që ndjen se është e gjallë, e dëshirueshme dhe në harmoni me lëkurën e saj mund të jetë pafundësisht më erotike se një grua e re që është e alienuar nga vetja. Po ashtu, një burr që nuk duhet të pushtoj trupa, por ruan butësinë, thellësinë dhe prani. Kur erosi zhduket pa u transformuar, shpirti humbet formën e tij. Ne po bëhemi gri, funksional, të dobishëm, por jo më të ndritshëm. Dhe siç tha një herë Carl Jung, ajo që nuk bëhet e vetëdijshme shfaqet në jetë si fat. Kur nuk keni më një marrëdhënie seksuale dhe nuk e zëvendësoni këtë humbje me forma të tjera intimiteti, arti, butësia, bukuria ose kontakti njerëzor, distancoheni jo vetëm nga tjetri, por edhe nga vetja. Atëherë ndodh gjëja më tragjike. Nuk është koha që na bën të vjetër, është harresa e zjarrit ton të brendshëm. Një dietar nuk është ai që heq dorë nga dëshira, por ai që mëson ta transformoj, ta drejtoj, të vallëzoj me të pa frikë, pa turp. Sepse sa më gjatë të mbetet një shkëndi, jeta mbetet. Dhe aty ku ka jetë, zjarri mund të rilindë. Heshtja seksuale shpesh është një thirrje emocionale. Nuk janë të gjithë të moshuarit që nuk kanë më marrëdhënie seksuale që e bëjnë këtë nga një zgjedhje të vetëdijshme. Shumë i nënshtrohen një urdhri të padukshëm, një pritshmërie shoqërore të heshtur. Kjo nuk është më për ty. Në moshën tënde duhet të jesh mbi këto gjëra. Ke përmbushur rolin tënd, tani pushoni. Por kjo paqe e supozuar shpesh nuk është paqe, por një vdekje emocionale e maskuar si arsyetim.
Heshtja seksuale, kur lind jo nga një zgjedhje të pjekur, por nga një detyrim të brendshëm ose të jashtëm, bëhet një thirrje që askush nuk e dëgjon, një thirrje që nuk vjen nga goja, por nga lëkura, nga pagjumësia, nga trishtimi pa emër, nga frika e heshtur. Psikologjia e thellë e di, dëshira e shtypur nuk zhduket, ajo transformohet në simptoma, ankesa të paqarta, tensione fizike, ndryshime humori, në një shikim që ka humbur shkëlqimin e tij. Trupi është i mençur. Kur nuk i lejohet të ndjej, ai kërkon mënyra të tjera për të shprehur veten, ndonjëherë me dhimbje, ndonjëherë me sëmundje pa një shkak të shpjegueshëm. Trupi kërkon atë që shpirti nuk guxon të kërkojë. Shumë të moshuar mbajnë një ndjenjë boshllëku brenda tyre që nuk mund ta emërtojnë. Ata ishin prindër të mirë, punuan, kujdeseshin për të tjerët, por tani ndjejnë se diçka u mungon. Nuk është vetëm shoqëria që u mungon, por një formë më të thellë lidhje, atë në të cilën shiheni, prekeni dhe dashuroheni jo për atë që bëni, por thjesht sepse jeni. Dhe megjithatë shumë ndihen se nuk kanë më të drejtë ta kërkojnë atë. Ata frikësohen nga gjykimi i të tjerëve. Ata kanë frikë se mund të quhen qesharak, të papjekur ose të detyruar. Ka një formë të hollë dhune në këtë shtypje, dhuna e mohimit të kënaqësisë dikujt, edhe pse ata janë ende në gjendje ta ndjejnë atë. Problemi nuk është mospasja e marrëdhënieve seksuale. Problemi është të jetosh sikur nuk ke më të drejtë për butësi, për dëshirë, për prekje, për bashkëpunim, për ato momente të qeta që flasin përmes lëkurës dhe afërsisë. Kur dëshira mohohet, shtypet ose injorohet, dinjiteti gjithashtu shuhet, sepse asgjë nuk është më njerëzore se dëshira, të prekësh, të prehesh, të shihesh, të njihet, të ndjehesh. Kur heshtja për të vjen, personi vazhdon të jetojë, por brenda tij mehet. Mençitë e lashtësisë e dinin se dëshira nuk është armike e paqes së brendshme, por aleate e saj. E kuptuar dhe drejtuar siç duhet, ajo bëhet një burim i jashtëzakonshëm vitaliteti. Prandaj një njeri i mençur nuk turpërohet nga kënaqësia, ai e nderon atë. Dhe nëse ai nuk mund ta jetojë atë në formë fizike, e transformon në poezi, në një shikim, në kujdes, në një përqafim, në art, në praninë. Heshtja seksuale mund të jetë një vendim, por nëse është një dorëzim, atëherë është një plagë. Dhe plagët që nuk kanë emër nuk shërohen. Marrëdhëniet seksuale nuk janë vetëm fizike, ato janë simbolike. Për dekada, shoqëria na ka mësuar të asociojmë seksualitetin me rinovimin, forcën fizike dhe performancën. Na ushqit një imazh i ngushtë i erotizmit, trupa të rinj, të shtrënguar, të dëshirueshëm. Por kjo është vetëm sipërfaqja. Seksualiteti i vërtet, i cili kalon përtej biologjisë, është thellësisht simbolik. Është një gjuhë me të cilën ne themi, të shoh, të ndjej, je e rëndësishme për mua, jam këtu pa maskë. Në pleqëri, trupi ndryshon dhe kështu ndjenja. Intensiteti bëhet më i qetë, më i brendshëm, por kjo nuk do të thotë se seksualiteti zhduket, ai ndryshon. Nuk është më një zjarr i ndezur, por një gjak i thellë, i ngrohtë që ka nevojë për vëmendje dhe butësi për të vazhduar të shkëlqejë. Një përvojë seksuale në këtë fazë të jetës nuk ka nevojë të përfshijë lakurisi. Mund të jetë një përqafim që ndalon botën, një dorë që prek butësisht një tjetër, një shikim i heshtur që përkëdhel fytyrën e tjetrit me dashuri të pjekur, një kujtim i ndarë që zgjon një buzëqeshje në shpirt. Një ecje e ngadaltë në të cilën dy duar gjejnë njëra tjetrën dhe lëkura ndjen se afërsia është ende e mundur. Ajo, gjithashtu, është seksualitet. Ajo, gjithashtu, është erotizëm. Sepse erotiku nuk është as pornografik, as mekanik, në esencën e tij është simbolik. Është mënyra se si dy shpirtra takohen dhe prekin njëri tjetrin përmes trupit, fjalës ose pranisë. Kur njeri nuk ka më marrëdhënie seksuale për arsye fizike ose mendore, ka ende diçka thelbësore për të ruajtur, simbolin e prekjeve njerëzore, urën e padukshme që lidh dy njerëz përmes butësisë, komploteve dhe dëshirës së heshtur. Nëse kjo gjithashtu hiqet, shikimi, buzëqeshja, gjestet argëtuese, atëherë jo vetëm seksi i vdes, por edhe shpirti i marrëdhënies.
Shumë njerëz të moshuar ndihen thellësisht të vetmuar, edhe nëse kanë një partner, jo për shkak të mungesës së shoqërisë, por për shkak të mungesës së lidhjes emocionale, mungesës së prekjeve simbolike, mungesës së njohjes reciproke. Seksualiteti në pleqëri është një ftesë për të shkruar përsëri skenarin e vet, për të zbuluar se dëshira nuk është e lidhur me lëkurën e re, por jeton në vetdije, qëllim dhe cilësi të takimit. Njeriu i mençur nuk ka nevojë për muskuj të fortë ose dëshira të huaja. Njeriu i mençur ka nevojë për praninë, aftësinë për të qenë në moment, me gjithçka që ai ende mund të ndjejë dhe javë. Dhe nëse ti, që po e dëgjon këtë, nuk ke më marrëdhënie seksuale, mos e ndëshkoni veten për këtë, por pyet veten, apo përkëdhel akoma shpirtrat e atyre që do, a e lejon dikë të prek shpirtin tënd? Sepse sa kohë që ka lidhje, erosi gjithashtu jeton, dhe sa kohë që erosi jeton, ti jeton. Krijimtaria dhe gëzimi ngrihen kur nuk lejohet të rrjedhin. Energjia seksuale është një nga forcat më të fuqishme të njeriu. Freud, në eksplorimin e tij të thellë të shpirtit, e kuptoi se kjo energji libido kalon shumë përtej aktit seksual. Ajo është një energji jetësore që mund të transformohet në krijim, art, gjuhë, projekte dhe lidhje të thella. Ky proces quhet sublimim. Kur dëshira nuk shtypet, por ngrihet, ajo transformohet në dritë. Në rinovim, ky zjarr shpesh kërkon shprehjen e tij përmes trupit, përmes lëvizjes dhe pasionit. Në pleqëri, megjithatë, trupi nuk reagon më në të njëjtën mënyrë, por energjia mbetet. Nëse ajo nuk mund të gjejë shprehje, ajo akumulohet. Një person i moshuar që nuk ka më marrëdhënie seksuale përballet me dy rrugë: të mohojë, të shtypë, të harrojë ose të transformojë dëshirën. Çfarë ndodh kur energjia erotike shtypet? Ajo kthehet në frustrim, pa gjumë, lodhje të panevojshme, ngurtësi të brendshme. Sepse dëshira e shtypur nuk zhduket, ajo bëhet një barë. Por kur ajo kanalizohet, ndodh e kundërta. Shpirti zgjeron. Njeriu fillon të pikturojë, të shkruajë, të veprojë me kujdes, të gatuajë me dashuri, të kërcejë me anën e tij të hijshme, të këndojë ndërsa ujit lule. Krijimtaria bëhet mënyra për të bërë dashuri me jetën vetë. Krijimtaria është eros. Gëzimi i krijimit, ëndrrimit, krijimit është një formë e rafinuar e seksualitetit. Shpirti luan me botën. Kjo është arsyeja pse shumë njerëz të moshuar zbulojnë pasione të reja kur e gjejnë përsëri dëshirën e tyre, jo domosdoshmërisht dëshirën për një trup tjetër, por dëshirën për të përqafuar jetën vetë, për ta prekur atë me sy të hapur, për ta përqafuar me fjalë, për ta depërtuar ekzistencën me mirënjohje, me bukuri, me praninë. Pleqëria mund të jetë një fazë thellësisht erotike, jo përmes asaj që është e dukshme, por përmes asaj që është thelbësore, përmes gëzimit, përmes sensualitetit të ngadalt, përmes vallëzimit intim me momentin. Nuk ke nevojë për një shtrat për të ndjerë dëshirën. Nuk ke nevojë për një trup të ri për të shijuar jetën. Ke nevojë për një shpirt të hapur dhe një zemër që dëshiron të shprehet. Sepse nëse nuk lejon takime seksuale ose forma kreative, argëtuese ose të buta të shprehjes, atëherë jo vetëm që dëshira shuhet, por ngjyra e botës gjithashtu zbehet. Ajo që dikur ishte zjarr kthehet në hi. Por nëse e kthen atë energji në art, muzikë, fjalë, kujdes, humor, rituale të përditshme ose butësi, atëherë do të vazhdosh të duash edhe pas seks. Dhe ata që e duan jetën kur nuk plaken plotësisht. Seksualiteti është gjithashtu shpirtërorësi. Për shekuj, ensenjtë shpirtëror janë keqkuptuar sikur ndriçimi kërkon mohim të trupit, shtypje të dëshirës, heshtje të kënaqësisë. Por të vërtetat e vërteta e dinin, trupi është një tempull dhe kënaqësia është një portë në mister. Në aktin seksual, kur jeton me vetdije, devotshmëri dhe dashuri, egoja shpërbëhet. Ne nuk mendojmë, ne nuk planifikojmë, ne nuk luajmë role, ne jemi thjesht aty, të pambrojtur, të hapur, të lidhur. Është një nga momentet e rralla kur unë zhduket dhe mbetet vetëm ne ose jeta e pastër. Kjo është arsyeja pse seksualiteti nuk është e kundërta e shpirtërorësisë, është një nga format e saj më të bukura, të mishëruara.
është një lutje e heshtur e lëkurës dhe shpirtit, një akt devotshmërie, hapjeje, zgjerimi. Ndërsa plaken, ky aspekt shpirtëror i seksualitetit mund të bëhet edhe më intensiv. Ka më pak ngutje, më pak presion, më pak zhurmë në kokë. Trupi plaket, por vetdia bëhet më e hollë, më e thellë, më e vëmendshme. Një puthje e vetme mund të bëhet një sakrament, një prekje, një lutje, një përqafim, një moment të shenjtë. Por kur seksualiteti braktiset jo nga vullneti i vet, por nga frika, turpi ose besimet që dënojnë dëshirën në pleqëri, atëherë gjithashtu humbet kjo urë në transcendent. Shumë ndalojnë së ndjeri trupat e njëri tjetrit dhe shpejt edhe të tyre. Kështu fillon plakenja e vërtetë, jo kur trupi rudhoset, por kur shpirti ndalon së habituri, kur habia zhduket, kur nuk ka më lojë, nuk ka më kënaqësi, nuk ka më butësi. Por sa kohë që mund të ndjesh akoma gëzim, qoftë përmes një shikimi të thellë, një bisede të sinqertë, ose një prekje që thotë të ndjej, atëherë akoma je në tempullin e jetës. Dhe ky tempull është i gjallë, i ndritshëm, plot me dritë. Nuk ke nevojë për një jetë seksuale aktive siç e kishe në rinovim, thjesht ke nevojë të mbash urën midis trupit dhe shpirtit të gjallë, sepse seksualiteti është gjithashtu një mënyrë për të lutur pa fjalë, dhe të heqësh dorë nga kjo fuqi, nga frika, nga turpi ose për shkak të gjykimeve shoqërore është të mbyllësh një derë për mendjen. Pra, nëse mund të duash, atëherë duaj. Dhe nëse nuk mund të duash siç e kishe më parë, atëherë përkëdhel atë. Dhe nëse kjo nuk është më e mundur, atëherë kujto, ndero, falëndero, sepse sa kohë që trupi yt mund të ndjejë akoma, edhe nëse vetëm pak, mund të prekësh qiellin pa lënë tokën. Por nëse vendos të ndalosh marrëdhëniet seksuale, mund të afrohesh me veten. Ka një tjetër, të qetë të vërtetë që është po aq e çmuar. Disa njerëz vendosin me vetdije kundër seksualitetit në pleqëri pa trishtim, pa pendes, pa frustrim. Ata e bëjnë këtë nga një vend të qetë, pothuajse të shenjtë, dhe në ata, zjarri i brendshëm nuk shuhet, ai transformohet. Kur kjo zgjedhje lind nga liria dhe jo nga shtypja, ajo hap rrugën për një nga përvojat më të thella, rishikimin me vetveten. Pa nevojën për të kënaqur, për të përmbushur pritshmëritë ose për të dëshiruar, shpirti fillon të flasë më qartë. Heshtja seksuale, kur zgjidhet në paqe, nuk është një boshllëk, është hapësirë. Është një pushim, një mbledhje, një dhomë e qetë ku mund të dëgjosh përfundimisht veten. Në këtë heshtje zbulohet forma të tjera kënaqësie, intimiteti me veten, përjetimi i vetëdijshëm i kohës, leximi ngadalë, ecja në dritën e mbrëmjes, mbajtja e një filxhani çaji me të dyja duar ndërsa bota ndalon. Është një kënaqësi tjetër më delikate, më të padukshme, por jo më pak të thellë. Në shumë tradita mistike, të mençurit u tërhoqen nga bota në pleqëri jo nga mohim, por nga zgjedhja. Në këtë heshtje ata gjetën një formë të re gëzimi, qetësi, gëzim pa formë, ekstaz pa trup, bashkim me diçka më të madhe, pa kufi, të përjetshme. Pra, nëse nuk ke më marrëdhënie seksuale, pyet veten, a ishte një braktisje e detyruar apo një vendim i vetëdijshëm? A ka dhimbje në abstinencën tënde apo liri? Nëse ka trishtim, atëherë mund të ketë ende një dëshirë të shtypur, një pjesë të teje që dëshiron të shihet, të preket, të përqafohet. Por nëse ka paqe, atëherë ajo që po përjeton nuk është një vdekje e dëshirës, por transformimi i saj. Zjarri që nuk digjet më nga jashtë mund të ndizet brenda, duke djegur butësisht gjithçka që ti nuk je më derisa të jesh lakuriq, real, i qetë, por në dritë. Një shpirt që e gjen veten në heshtje nuk ka nevojë për trupa për të ndjerë se është i gjallë, ai ka nevojë vetëm për të vërtetën. Dhe e vërteta, kur njihet, është forma më intensive e kënaqësisë që ekziston. Pra, çfarë ndodh nëse nuk ke më marrëdhënie seksuale në pleqëri? Përgjigjja nuk është e thjeshtë. Nuk ka të vërtetë të përgjithshme, varet nga mënyra se si e jeton këtë mungesë, pse ajo ka lindur dhe nga çfarë qëndrim. Nëse ndalon së qenë intim sepse beson se nuk je më i lejuar ta bësh, se nuk të përshtatet më, atëherë frika drejton jetën tënde. Dhe kur frika merr timonin, ti rrëshet në vendin e pasëm të ekzistencës tënde.
ti zvogëlohesh, bëhesh e vogël, siç do të duhej të kërkoje leje për të mbijetuar. Dhe në një moment, bota ndalon së të parë sepse ti ishe e para që ndalove së shikuari veten me dëshirë. Kur humb intimitet sepse je harruar, sepse askush nuk të përqafon ose nuk të thëret më me emër, atëherë fillon të zbeheshe si një qiri pa fitil. Ti je ende aty, por nuk mbron më, nuk shkëlqen më. Bëhesh një praninë e heshtur që askush nuk e vëren sepse ti vetë ke filluar të ndihesh e padukshme. Dhe kur heshtja seksuale lind nga faji ose shtypja, trupi bëhet një burg, jo më një tempull, jo më një shtëpi, por një qeli në të cilën shpirti endet në rreth, duke kërkuar një dritare që askush nuk e ka hapur. Nëse ke ndaluar së preku, ëndërruari, luajtur, thjesht sepse ke bërë indiferent, atëherë kjo nuk është pjekuri, por indiferencë e maskuar si pranimin. Dhe dëshira si çdo gjë e gjallë bie në gjumë nëse nuk ushqehet. Me të, ndjenja, entuziazmi, gjallëria dhe gëzimi bien në gjumë, por jo gjithçka është hije. Ka edhe ata që me vetdije heqin dorë nga seksualiteti në pleqëri me vetdije, me qëllim, me mençuri. Jo sepse ikin nga trupi, por sepse kanë mësuar të vallëzojnë me shpirtin. Këta njerëz nuk shuhen, ata mblidhen si një zjarr që digjet më qetë për të mos djegur dhe megjithatë vazhdon të shkëlqejë. Si deti që tërhiqet, jo nga dobësia, por për të mbledhur forcë për t'u kthyer më thellë dhe më larg se kur më parë. Kur seksualiteti ndryshon pa mohuar, pa u braktisur, por duke kaluar në forma të tjera bëhet art, muzikë, një prekje që jepet me syt, një përqafim fjalësh, një dridhje e lindur në një poezi, në një melodi ose në një bisedë që të prek në thelb. Sepse shpirti gjithashtu ka erotizmin e tij dhe shpesh gjëja më intime nuk ndodh në shtrat, por në një shikim që të njeh, në një praninë që nuk gjykon, në një heshtje të ndarë që ndjehet si një frym. Njeriu i mençur nuk e friksohet nga pleqëria, ai friksohet të jetojë pa pasion, pa dëshirë, pa butësi. Sepse nuk është pleqëria që shuan njerëzit, por ndarja nga energjia e tyre jetësore, nga ky zjarr i brendshëm që nuk ka nevojë për leje për të djegur, por vetëm hapësirë për të shprehur veten. Këtu qëndron një e vërtet që dhemb, por gjithashtu çliron. Marrëdhëniet seksuale në pleqëri nuk janë një detyrë, por neglizhimi i kozmosit tënd erotik, qofshin ato fizike, emocionale, simbolike ose krijuese. Do të thotë një braktisje të rrezikshme të vetes. Është si të dërgosh veten në ekzil, të shpallësh veten të vjetër para kohe, duke e privuar veten nga mundësia për të vazhduar të vibrash, të jesh i gjallë. Për aq kohë sa ka ende diçka në ty që dëshiron të ndjej, për aq kohë sa një përqafim të lëviz, një kujtim të kap, një fjalë të prek, për aq kohë sa ende ëndërron të prekësh ose të prekesh, edhe vetëm me shpirtin tënd, atëherë je i gjallë. Mos e harro kurrë këtë. Trupi mund të marrë rrudha, por shpirti mund të vazhdojë të vallëzojë. Zjarri ndryshon formën e tij, por nuk ka nevojë të shuhet. Sa kohë që lejon veten të ndjejë, të luajë, të gëzohet dhe të dojë në mënyrën tënde, në ritmin tënd, nuk ke vërtet plakuar. Faleminderit që ndjen. Faleminderit që nuk e shuan zjarrin tënd të brendshëm. Dhe le të kujtosh gjithmonë, jeta e vërtet nuk mbaron me vitet, por vetëm kur ndalon së shkëlqyeri.